Ndërlidhni të zotit Lushtaku me marrjen peng të stacionit policor. Pas intervistimit, zoti Lushtaku u la i lirë në procedurë të rregullt. Unë e kam veç një pyetje. A ka marrë në pyetje Sami Lushtaku stacionin policor apo stacioni policor zotit Sami Lushtaku? Edhe kam pashtu edhe një pyetje tjetër. Ku i morën këtë ndihmë? Ku e morë këtë shkollë Sami Lushtaku me blloku stacionin policor me çato mjete? Prej ka erdhi ideja? Kush ja dha këtë ide që duhet me blloku policinë e Kosovës ashtu? Çfarë mund bënte policia e Kosovës tjetër përveç se ta lirante zotin, mos t'i them zotin, dhe bëj fole, kriminalin Lushtaku. Megjithatë, në procedurë të rregullt është ky rast, zoti Mehani dhe zoti Lushtaku e mohon se ka marrë pjesë në sulmin fizik. Ju akuzoni pikërisht atë. Uroj që zoti kriminali Lushtaku nuk e dënon policinë e Kosovës të cilën e ka marrë peng. Lushtaku është i paburr. Shitet që është trim, e burr është primitiv, sepse kur e bën aktin e merr edhe përgjegjësinë dhe thuhet kam bën. Pa e bën aktin edhe është qyqar edhe fshihet dhe thotë se nuk e kam bën. Në diçka që secili qytetar i Kosovës e din që është gënjeshtër, po ai as nuk ka gënjeshtër, as nuk e njeh le të themi vlerat morale etike njerëzore, kështu që ka të themi për një qenie të tillë që ende vendos për fatin e njerëzve dhe shëtitet i lirë. Zoti Lushtaku, në atë reagimin që pati një ditë më parë, tha që etiketat që ju vën atij Sami Serbia dhe një reagim i juaj pikërisht ishte i tillë, e quanit Sami Serbia. Tash fatkeqësia jonë është që nëpër kryetar komunash e nëpër përgjithësi kanë ardhur njerëz që nuk kanë kryer as klasën e 4-të, edhe nuk arrin me kuptu as ironinë as sarkazmin. Po edhe për ata që se kuptojnë as ironinë as sarkazmin, unë kam bërë sqarimin e atij postimi. Në anën tjetër ai postim ka kalu muj që është ka ndodhur. Pra, ne kemi marrë edhe mbledhjet kuvendit komunal edhe na jemi pa me zotin Lushtaku, me kriminalin Lushtaku, edhe s'ka pas asnjë reagim. Pra, sulmi i Sami Lushtakut ndaj me është qyqar, tinxar, ka pa me gra aty, edhe ka pas bondën vetë në prapa, edhe ka ardhur me mësulmu për me kriju, le të themi, një fitore se ja çfarë bëj une, se si arri me i terrorizu njerëzit që janë në jetën e tyre më normale. Tash imagjinoj unë jetoj në Skënderë, shkolloj fëmijët këto dhe kam familjen, e nesër dohet me dalë me fëmijët e mi, me bë treg, shopping, me ble gjëra ushqimore, me qu në lodra, me pi kafe, me bo një jetë normale, dhe kush ma jep mu sigurinë në këtë qytet, kam siguri për një stacioni policor që u marrë